Gjatë 24 orëve të fundit, policia e Lushnjës, Divjakës dhe e Fierit kanë arrestuar dhe proceduar disa shtetas për vepra të ndryshme penale. Specialistët e sektorit për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Divjak arrestuan shtetasin PB, 25 vjeç, pasi ka thyer masën e sigurisë arrest në shtëpi, thuhet në njoftimin e policisë. Gjithashtu, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Fier referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit GB, 51 vjeç, banues në Fier, pasi ka ushtruar dhunë ndaj bashkëshortes së tij, e cila u pajis me urdhër mbrojtjeje, dhe EK, 57 vjeç, po banues në Fier, pasi ka kryer punime ndërtimi pa leje. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Lushnjë referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin MK, 66 vjeç, banues në Lushnjë, pasi ka marrë disa orjendi shtëpiake nga banesa ku ka jetuar me qera me pretendimin se janë të tijat. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme.